Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e kemi zjerë gabim misrin deri më sot. Shtojeni këtë përbërës dhe do mbeteni pa fjalë. Përdorni gjithmonë në mënyrë më të thjeshtë për të përgatitur kallin të misrit të zjerë dhe nuk e keni vrarë mendjen për ndonjë hile të vogël se si ato mund të gatuan ndryshe dhe të sjellin plot shije. As për ndonjë përbërës që mund ta bëjë shijen e tyre dy fish më të veçantë nga ajo që kemi kur gatuhet në mënyrën e vjetër. Tashmë ka një mënyrë se si ta arrini këtë. Nëse doni që misri juaj i zjerë të ketë një shije të veçantë ndryshe nga herët e tjera, ju duhet të vini në ndihmë vetes suaj me një sekret të vogël që përdoret gjërësisht në shefat e kuzhinës. Një pjesë e mirë e njerëzve preferojnë shumë të konsumojnë misrin me kalli të zier. Mënyra më e lehtë e gatimit sigurisht që është zjerja e tyre me ujë të ngrohtë, por që misri juaj të jetë super i shijshëm, duhet të përdorni dy përbërës që sigurisht me shumë gjasa gjenden gjithmonë në kuzhinën tuaj. Shefat e kuzhinës nuk përdorin metodën e vjetër për ujin e vluar. Vendosni kallin të misrit fillimisht në një tenxhere me ujë të vluar dhe I lini të zjejnë për pak kohë. Më pas shtoni përbërësit e fshehtë, gjalpin dhe qumshtin. Në këtë mënyrë shija e misrave të zjerë do të jetë me të vërtetë e veçantë pasi çdo kokër do të thithë gjalpin dhe qumshtin dhe do të ketë një shije unike për të konsumuar. Misri është një nga drithrat më të njohur për shkak të vlerave ushqyese që mbartë. Misri ka folate, tiamin, fosfor, vitaminën C dhe magnez, hekur, vitaminë B6 dhe vitaminë B9. Ai është I pasur me fibra që do të thotë se ndihmon me tretjen. Misri I zjerë do të ishte një ushqim mjaft I shëndetshëm dhe përmban vetëm 124 kalori. Ja disa arsye pse duhet të hani misër çdo ditë. Ai rregullon tretjen, ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, zvogëlon mundësinë e absorbimit të kolesterolit në trup, rregullon diabetin dhe hipertensionin, forcon kockat, ka efekte pozitive në lëkurë dhe në shkëlqim, dhe gjithashtu do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Misri është një nga ushqimet me vlera më të larta ushqyese për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj perëndimore. Ai ju siguron kalori që ju nevojite në baza të ndryshme ditore dhe gjithashtu është një burim I shkëlqyer I vitaminës A, B, E dhe mineraleve të rëndësishme. Përmbajtja e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tjera si kapslloku, hemoroidet dhe problemet kolorektale. Antioksidantët që përmban veprojnë si agent që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të Alzheimerit. Ulëmtimet tregojnë se misri është një burim I mirë I lëndëve ushqyese thelbësore për shumë përfitime, sidomos për njerëzit dhe për kafshët. Ai është një drith I cili mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin tuaj. Hani misër për sy të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesorë të çrregullimit vizual më të zakonshëm në botë dhe në verbëri. Ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesorë të këtyre problemeve, edhe ushqimet mund të luajnë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet si zeakanthina dhe luteina, të cilat janë dy antioksidantë të pranishëm tek misri, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Karotenoidet e misrit janë të pasur me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme për shëndetin e syve. Misri është një burim I mirë I energjisë. Falë sasive të larta të karbohidrateve që përmban, misri është një burim I energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Misri ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, duke ju dhënë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për imunitetin. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi I misrit redukton kolesterolin e keq duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim I kolesterolit të lipoproteinave me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri do të jetë një aleat shumë I mirë I shëndetit tuaj kundër problemeve të hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është I pasur me vitaminën B, e cila është e dobishme për funksionet optimale të gjendrave mbiveshkore. Nëse doni lëkurë më të shëndetshme, konsumoni misri. Meqense ka vitaminën A dhe beta-karoten, misri është I dobishëm për shëndetin e lëkurës.
Gjithashtu mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E, një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e mban atë më të shëndetshme. Ai është i dobishëm për shëndetin e flokut për shkak të acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Mistri është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e zemrës. Sipas ullumtimeve, mistri ka efekte të mira në nivelet e kolesterolit dhe në këtë mënyrë redukton probleme të ndryshme kardiovaskulare. Përveç kësaj, mistri është një lëndë ushqyese e shëndetshme për shkak të përmbajtjes së folatit dhe elementeve të tjerë për shëndetin kardiovaskular. Mistri është një zgjidhje efektive kundër problemeve të anemisë. Sot, anemia është një sëmundje e madhe e cila shihet më së shumti për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për hekur dhe folat për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjendet te mistri, gjë që parandalojnë aneminë. Nëse keni anemi, mund të zvogëloni efektet e sëmundjeve duke konsumuar misër. Mistri është i pasur me fibër. Mistri ka lëndë ushqyese që përdoren kryesisht në dietë dhe plotëson 19% të fibrës së nevojshme ditore për trupin tuaj. Ndaj sigurohuni që përfshirja e mistrit të jetë në dietën tuaj në mënyrë të rregullt edhe për të ndihmuar gjithashtu mbajtje larg të një sër komplikacionesh. Mistri është një nga ushqimet e preferuara të verës, por njerëzit e dinë se ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe fal karbohidrateve. Nëse shtoni mistër në dietën e përditshme, mund të keni përfitime të shumta shëndetësore duke filluar që nga përmirësimi i shikimit. Ka vlera të mira ushqyese dhe është i pasur me fibër që e bën të mirë në humbjen e peshës. Për shkak të sasive të larta të fibrave, mistri është dëshmuar të jetë një ushqim fantastik për humbjen e peshës. Përmbajtja e fibrave ndihmon në tretje, gjë që lehtëson procesin e humbjes së peshës. Mistri është i pasur me antioksidant që ndihmon edhe përmirësimin e metabolizmit. Mistri është mjaft i pasur me minerale, vitamina, është një burim i shkëlqyer i vitaminës B1, tiaminës, por edhe vitaminave dhe mineraleve të tjera si vitamina B5, acidi folik, niacina, vitamina C, fosfori, kaliumi dhe magnezi. Një filxhan i cili përmban afërsisht 164 gram me mistër të verdh, përmban 177 kalori dhe 41 gram karbohidrate. Përqindja e proteinës është me të vërtet 5 gram për përqindjen e yndyrës që ai përmban. Ndaj, konsumi i mistrit në dietën tuaj do të pasurojë dietën me këto elementë të rëndësishëm ushqyes dhe do të mbajë larg komplikacionet që i kanosin asaj. Nëse doni që të keni një tretje më të mirë dhe të mbani larg problemet të fryrjes së stomakut, mistri duhet të jetë pjesë e pandare dietave tuaja, fal elementeve ushqyes të shumtë që ai përmban. Duke theksuar se mistri mund të shtohet në dietën tuaj në mënyrë të rregullt, përfshirja e tij qoftë në gatimin e ushqimeve të ndryshme ose konsumi siç është, mund të sjellë një sër vlerash për shëndetin. Mistri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Mistri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte mistri, si dhe ushqime të varfra në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Mistri është një burim i energjisë sepse përmban vitamina B të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë zebuka e mistrit dhe gjithmonë rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep kur konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa i teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë kur konsumohet grur dhe drithra të tjera. Mistri duhet të konsumohet në dietën tuaj gjithmonë edhe për të sjellë përfitime mbreslënse. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.